Policia e Shkodrës ka ngritur xhelozinë si pistën kryesore të hetimit për vrasjen e 55 vjeçares Bardha Ziçi, e cila dyshohet se u vra nga bashkëshorti i saj Shtjefën Ziçi një ditë më parë. Sipas burimeve hetimore, pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se përpara ngjarjes mes çiftit ka patur një debat, pasi 62 vjeçari ka kërkuar bashkëshortes celularin e saj. Pas debatit, ai dyshohet se ka hyrë në banesë, ka marrë çiftën që mbante me leje dhe ka qelluar 2 herë ndaj saj, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Autori i dyshuar nuk ka dhënë ende dëshmi zyrtare për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, ndërkohë pala mbrojt se këmbgulsi ngjarje ishte aksidentale, duke e pretenduar se arma ishte marrë për t'u pastruar dhe se ai nuk kishte dieni që ishte mbushur. Megjithatë, bazuar në provat e deritanishme dhe dëshmitë e mbledhura, grupi hetimor vijon të hetojë xhelozinë si motivin kryesor të krimit. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 minuta të datës 9 korrik në unazën lindore të Shkodrës. Bardha Ziçi u qellua në pragun e banesës së saj, teksa dyshohet se tentoi të largohej për t'i shpëtuar sulmit. Çifti ishte prindër i 2 fëmijëve dhe një nga banorët si familje e qetë, çka e ka bërë këtë ngjarje edhe më tronditëse për komunitetin.